Presidenti Amerikan Donald Trump ka bërë të ditur se ka autorizuar Agjencinë Qendrore të Inteligjencës CIA të kryejë operacione të fshehta në Venezuelë. Lajmi u raportua fillimisht në The New York Times, e cila citoi zyrtar amerikan më njohur për vendimin, duke theksuar se ky është një hap i ri në strategjinë e Washingtonit për të larguar nga pushteti presidentin Nicolas Maduro. Sipas gazetës amerikane, direktivat e klasifikuara i jep CIA-s autoritet për të zhvilluar një sër operacionesh në territorin e Venezuelës dhe në Karaibe, madje edhe veprime vdekjeprurse ndaj objektivave të saktuar. Administrata e Trumpit, e cila ka ofruar një shpërblim prej $50 milion për informacion që çon në arrestimin dhe dënimin e Maduros për akuzat të trafikut të drogës, duket se po synojnë një presion maksimal ndaj regjimit në Carchas. I pyetur nga gazetarët për arsyet e këtij vendimi, Trump tha se motivet lidhen me migrimin e shtetasve Venezuelas drejt SBA-s dhe me kontrabandën e drogës. E autorizova për dy arsye, deklaroi Trump. Së pari sepse ata i kanë zbrazur burgjet e tyre në SBA, së dyti për shkak të drogave që kalojnë kufirin. Ne kemi bërë përvarime në ndalimin e dërgesave përmes detit dhe po punojmë për të mbyllur delinjat toksore të kontrabandës. Megjithatë, presidenti amerikan nuk ka dhënë prova për pretendimet se Venezuela ka dërguar ish të burgosur në SBA, ndërkohë Shtëpia e Bardhë nuk ka pranuar të jap detaje mbi natyrën e operacioneve të autorizuara për CIA-n. Televizia shënon një rikthim të stilit tradicional në ndërhyrjen amerikane në Amerikën Latine, ku CIA ka pasur një ndër rol aktiv në përmbysjen e regjimeve dhe në luftën kundër kartelave të drogës, veçanërisht gjatë luftës së ftohtë.